Përshëndetje shikues të emisionit Zgjohu, mirë se po takohem edhe këtë të shtunë, edhe sonte me mysafir shumë të veçantë dhe me historia zakonisht shumë emocionuese. Pjesën e parë të këtij emisioni do të nisem me një grua e cila ka një karrierë të pasur, e cila sonte do të ndajë me ne histori e përvoja të jashtëzakonshme. Kënaqësi të kem në studio Remzie Shahini Hoxhaj. Faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Zgjohu. Faleminderit shumë për ftesën, era kënaqësi me qenë me juve, me studentë e mi. Po kthehemi profesorisht mbrapa në kohë prej fillimeve të tua në gazetari. Çfarë të shtyo ta studiosh këtë profesion? Unë shpeshherë kur e diskutoj me kolegët them që gazetaria është një prej profesioneve më të vështira, por në njëjtën kohë është një prej profesioneve dhe më fisnike që e ushtrojmë. Po në fakt, fillimet e mia të studimeve nuk kanë qenë të orientuar pikërisht në këtë sferë. Unë kam fillu studimet në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane. Në atë kohë, gjermanishtja ka qenë një gjuhë shumë atraktive, sepse nuk ka pas më herët në Universitetin e Prishtinës, nuk është ofruar një gjuhë e tillë. Edhe për mua, si e diplomuar prej shkollës së mesme, ishte një atrakcion edhe vendosa ta studioj gjermanishtën me idenë që të bëhem përkthyese e literaturës gjermane në Kosovë. Me kalimin e viteve, mandej situata u rëndu në Kosovë, unë fitova një bursë studimore për të shkëmbimit studentëve të një bashkëpunimi që Universiteti i Prishtinës e kishte pas që prej viteve të 70-ta me Universitetin Friedrich Schiller në Jena, në Gjermani, në Thüringen. Edhe vazhdova atje për një vit, pastaj për ta vazhduar edhe për një vit tjetër për shkak se shpërtheu lufta në Kosovë dhe Ministria e Kulturës së Thüringenit, e cila e kishin nda këtë bursë, edhe DAD-a, ma vazhdun edhe për një vit për shkak të situatës së rëndume edhe mos më kthy në vlugun e luftës. E pastaj qysh përfundova në matutje në studimet postdiplomike dhe në doktorat është që në vitin 2002 unë ndëgjoj për një program e cili ofrohej online. Do më thonë një program masteri bilateral mes Universitetit të Vjadrinës dhe Universitetit të Sofjes në Bullgari. Në atë kohë unë isha e sapo martuar dhe isha shtatzone në fëmijën tim të parë dhe vendosa që të mos kem ndërpremje, të bëj diçka. Do më thonë, ajo që të kufizon shpesh herë shtatzania për gjëra të ndryshme, unë vazhdova me studime, i vazhdova studimet online, të cilat e kanë pasat pjesën online dhe mandej edhe pjesën prezente, ku ne kemi shku në universitet edhe jemi taku me profesori, kemi bë provimet. E kjo është që shkom përfundu në sferën e mediave dhe komunikimin ndërkulturor, mandej për ta vazhdu me studimet e doktoratës në Universitetin e Vjenës në media dhe publicistik. Do më thonë, studimet e masterit, unë jam magjisteri dyfisht i shkencave të komunikimit dhe medias. Edhe ajo ka qenë si drejtim shumë atraktiv. Më kujtohet në fillim shumë kur ju kom tregu njerëzve se çka po studioj, më kanë thonë, okej, po çka do të bo, cili do t'jetë titullit? Titulli jam do t'jetë magjister i shkencave të komunikimit dhe medias. Edhe mediat kanë qenë, do me thonë, një term shumë i konceptuar ngushtë, jo si kur sot që i konceptojmë. Kështu që besoj që ka qenë vendim i duhur në jetën time, konsideroj si vendim duhur. Profesorisht etike që edhe keni studiuar jashtë vendit, po cili ka qenë motivi kryesor që u ktheve edhe gjithat dije me shpalos në Kosovë, sepse ndoshta shumica shpesh herë edhe kanë shfrytzuar rastin duke vazhdu jetesën atje, po jo keni vendosur që të veni edhe të punoni këto në Universitetin e Prishtinës. Unë gjithmonë kam qenë shumë e lidhën me familjen fillimisht, po edhe me Kosovën si vend. Edhe unë gjithmonë kam mendu, kam shku në bazë të parimit që ka thonë presidenti Amerikan JF Kennedy, mos mendo asnjëherë se çka bën shteti për ty, po çka ti bën për shtetin. Edhe unë gjithmonë kam mendu se cili do t'jetë kontributi jam për vendin.
Unë kam qenë edhe si studente aktiviste në organizatën studentore Unioni Pavarur i Studentëve, pjesëmarrëse në protestat të ndryshme, kam luftu për kauzën e pavarësisë së Kosovës, kështu që unë kam mendu që kontributi jam më i mirë në këtë aspekt do t'jetë më u kthy dhe më kontribu Kosovës prej së afërmi. Edhe mandej mësimdhënia ka qenë njëna prej pasioneve të mia, edhe unë kam mendu që kjo është forma më e mirë edhe krejt çka mas mirë ti moj me bë për vendin. Edhe jam kthy me njerë pa hezitim. Kam pas oferta, do më thonë unë një kohë kam punu edhe në Universitetin e Shkencave të Aplikume në Salzburg, po me gjithat unë kam vendos për Kosovën, kam vendos për Universitetin e Prishtinës. Gjithmonë si të diplomuar, si alumni të një universiteti, është mirë që të mendoni se çka do të mund t'i ktheni mrapa atij universiteti që juve jo ka dhënë titullin, jo ka dhënë, domethënë, prestigjin në shoqëri. Edhe unë kam mendu që forma jam më e mirë e kontributit do t'jetë të kthehem edhe t'i kontriboj vendit. Do të thonë të kontriboj edhe Universitetit Prishtinës. Dhe tashmë janë diku 25 vite që jeni profesoresh në Universitetin e Prishtinës. Po si shifni gazetarin atëherë dhe sot, sepse tashmë po bëhet një lloj gjykimi publik që gazetaria ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe t'jeni më së miri këtë pjesë sepse ke përcjellur edhe sa gjenerata, si po shef sot gazetarin? Po natyrisht që gazetaria ka ndryshuar, jo vetëm tek ne, po gjithkohë në botë. Ka ndryshu forma jone e komunikimit. Mediat janë mjetet tona ndërmjetësuese në procesin e komunikimit, edhe vetë fakti që zhvillimi teknologjik është kaq i hapshëm, edhe do të thonë ndryshon me ditë, natyrisht që ka ndryshu edhe gazetaria dhe të bërit gazetaria dhe forma jonë se qysh komunikojmë, qysh i marrim informatash, qysh sillemi, se na e dim që komunikimin në kupton edhe kulturë dhe sjellje. Po, unë do më thonë me njëherë pas diplomimit tim në sferën e medias dhe shkencave ndërkulturore, kam marrë ofertën për të bë pjesë e stafit akademik në Universitetin e Prishtinës, edhe e kom pasë si ka evolu. Do me thonë, lehtësisht mund me thonë që kam qenë njëra ndër themeluset, bashkë themeluset e atij departamenti, edhe jam shumë krenare për gjitha këto gjenerata si puna juaj edhe shumë studentëve tjerë që janë pjesë e sektorit të mediave që sot janë me mburrje, them se kanë qenë studentë e mi. Mirë po, natyrisht që gazetaria ka pësu ndryshimin e saj në formën se si bëhet gazetari edhe në formën se si e marrim informatën edhe besoj që kjo është shumë normale. Thash jo vetëm këtu, po dhe jashtë vendit. Por edhe po kritikoni zakonisht shumë sot gazetarët, ndoshta duke fillu prej qeverisë Kurti që s'ka qenë asnjë lloj bashkëpunimi me gazetarët, po sikur edhe opinioni publik tash po i sulmon në format e tyre, dhe tash po e shoh që pak ka humb motivit e gazetarët e rinj për me qenë edhe me raportu edhe me qenë gazetarë në tarmën e tyre. Si po e shef këtë pjesë, pasi po ka shumë komente negative ndaj mediave në përgjithësi? Unë mendoj që këtu i kemi dy problematika të ndara prej njëra tjetrës. Fillimisht, ajo që përmendet edhe jo, qeveria Kurti ka qenë njëra ndër qeverit më jo transparente prej se ekziston Kosova e pas luftës, po edhe Kosova e pavarur. Natyrisht që secila qeveri ka tendencën e kapjes së mediave. Mediat janë ata rojet e portës, janë the watchdogs, ata që mbikëqyrin punën e qeverive. Mirë po kjo qeveri ju ka shpall luftë të hapur mediave. Në fakt, diskursi politik edhe diskursi që ka pas qeveria Kurti ndaj gazetarëve është bartë edhe në popullat, sepse për shembull, na kemi kur burri i presidentës tonë e ka quajt mediat ndërmarrje përbashkë kriminale. Mandej gazetarët janë fyë janë linquar me lloj-lloj termesh, edhe natyrisht që ky diskurs është bardh prej të folurit publik edhe në
edhe në diskursin e përgjithshëm shoqëror, edhe kjo ka dëmtu tërësisht këtë imazhin e gazetarëve. Kjo është reflektu edhe në raportin e reporterëve pa kufi, i cili po mundohet po ashtu që të në një farë forme të eskivohet ose të thuhet se është bë nga njerëz të caktuar për interesa caktuar, mirë po ajo është një raport i cili ka një metodologji e cila praktikohet në të gjitha vendet njësoj, edhe ajo veç e ka prezantu gjendjen faktike të gazetarisë në Kosovë. Në fakt, ne si departament, vitin e kalum e kemi bo një raport të gjuhës u urrejtjes ndaj gazetarëve, që ka qenë në nivel regional, ku kanë marrë pjesë Greqia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Serbia, edhe natyrisht që edhe ky raport në një farë forme e ka pa këtë situatë, sepse gjuha u urrejtjes ndaj gazetarëve konkretisht ka ardhur si rrjedhojë e kësaj mos transparencës dhe të mos bashkëpunimit me gazetarët. Pjesa tjetër që deshta ta cek është po ashtu mundësia teknologjike që u ofruar njerëzve sot edhe në aspektin e të bërit gazetari, ku sot në fakt njerëzit mund të bëjnë edhe gazetari qytetare, mirë po ata nuk janë domos gazetar, e ka bo që të ketë një perceptim ndoshta të gabushëm për gazetarinë. Do të thonë vetë fakti që sot kemi dikënd me mikrofon i cili përndjek njerëzit qytetarët në rrugë. Merë disa voksa në shesh. Po, nuk do të thotë që është gazetar. Do me thonë gazetarët janë ata të cilët kalojnë në për shumë filtra, janë pjesë të organizatave të gazetarëve që kanë eprorët e vetë, do me thonë editorët e vetë, edhe kanë redaksit e veta, e nuk, jo çdo kush që, do me thonë, për nivelin e njohurive të përgjithshme të atyre që na shikojnë, nuk duhet perceptu se cili si gazetar i cili dalë në rrugë edhe ka një kamerë edhe ka një mikrofon në dorë, ose e bën një postim në rrjetet sociale. Pa e keni ndonjë mesazh për gazetarët e rinj që mendojnë me fillu studimet edhe me qenë gazetarë në tarmë, po thjesht i kanë këto frikrat e tyre dhe ndoshta e tutën pak prej këtij gjykimit publik. Jo, unë mendoj që të rinjt duhet të jenë të motivuar gazetaria fillimisht të qenonit gazetar, gazetarët janë shkruesit, draftuesit e parë të historisë. Kështu që me qenë pjesë e medjave në këtë kohë në të cilën po jetojmë, ku ekzistojnë shumë tensione, jo vetëm Kosovë, po edhe në botë, jeni pjesë e historisë, jo shkruani të parë historinë. Përveç tjerash është një prej profesioneve ma humane, që rrjedhimisht me studiu gazetari nuk do të thotë domos që të bëhen një gazetar. Ju e dini edhe vetë që në departamentin tonë ne ofrojmë edhe njohuri teorike po edhe praktike që kanë të bëjnë edhe me marrëdhëniet me publikun, me marketingun, edhe shumë sfera tjera ku gazetarët janë pjesë e organizatave dhe institucioneve ku do të mund punonin. Po pse jo edhe si gazetar, sepse gazetarët janë ata të cilët janë pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Janë ata të cilët e mbikëqyrin qeverin, janë pushteti i katërt, mediat janë pushteti i katërt. Edhe një demokraci e mirëfillt nuk mund të ekzistoj pa media të mirëfillta. Pas kemi pas nevojë me ndëgju këto fjalë mira për gazetar. E mirë për relaksojmë pak profesorish bisedën edhe po ndalemi tek jeta personale. Natyra e emisionit është motivuese që gjithmonë kemi për fokus motivin e audiencës tonë. Dhe duke qenë që ju jeni një nga personazhet që keni një karrierë goxha të pasur edhe gjithmonë keni qenë në qendër të publikut, nganjëherë me dashje, nganjëherë pa dashje. Kështu që po dalemi pak tek momentet më të vështira që i ke pas në karrierën tënde, se nuk ka qenë e lehtë, sepse njerëzit sot shohin vetëm sukseset e juaja, po nuk i shohin atë mundin që e keni bërë me vitet tona. Po vetë fakti që e përmenda që në studimet e magjistraturës i kam kalu me shtatzaninë e parë dhe ato të doktoratës me 2 fëmijë,
dhe me pozitën tame si profesorish në Universitetin e Prishtinës, dhe më thonë me mësim dhonjën punën, dhe të qenonit grua një figure pashtu publike, burrit tim, i cili ka qenë në pozit dhe më është dashur ta shoqëroj në shumë takime, evente të ndryshme, e përmban një sfidë në vete, sepse mu më është dashur të bëj 3 betejë njëkohësisht, ato të profesionit, të qenonit nonë dhe grua e mirë, edhe të qenonit reprezentative, do me thonë për shoqërinë edhe pjesën tjetër. Natyrisht që sfidat e njerëzve dallojnë, secili mendon që i ka sfidat më të mëdha në jetë, mirë po vetë fakti që gratë sfidohen më shumë se burrat. Pa marrë parasysh se në çfarë konteksti, si në profesion, si në jetë sfidohen më shumë, sepse kanë më shumë përgjegjësi, ose marrin detyrimisht më shumë përgjegjësi në jetë. Edhe të qenonit edukuese do me thonë jo vetëm e familjes, sepse unë i konsideroj mësimdhënëset me këtë rast, edhe edukuese të shoqërisë, jo dini vetë prej përvojës që kemi në fakultet që unë mundohem që të rinjve dhe të rejave t'ju jap edhe diçka prej kulturës së gjithëmbashme, jo vetëm prej aspektit profesional, po edhe prej kulturës së gjithëmbashme e përmban një farë sfide në vete. Edhe mbaj mend kështu që gjithmonë ke gjetë një shembull, sidomos neve vajzave gjithmonë na ke drejt gati çdo lloj aspekti dhe na ke pas ashtu ma prioritet, edhe jemi mundu me na këshillu shpeshherë si vajzat të tuat, kështu që e vlerësoj zakonisht shumë. Shumë e vërtet, unë jam kështu feministe by birth. Edhe jam mundu gjithmonë edhe isha vajzat me shumë admirim. Mendoj që gratë janë ato që përmbajnë pjesën esenciale të një shoqërie, sepse janë edukuese të gjeneratave të reja, prandaj jam mundu me vonë gjithmonë fokusin aty. Edhe natyrisht që shoqëria kosovare ka ndryshuar jashtëzakonisht pas luftës edhe në këto 25 vitet e fundit, mirë po sfida që ka një grua në këtë aspektin profesionale dhe kur dëshiron ta ketë edhe familjen, do me thonë të mos jetë edhe do me thonë të mos jetë vetëm orientuar në karrierë, po edhe në këtë sferën tjetër tjetës, përmbajnë një farë sfide në vete. Kur mundosh me i balancu gjitha. Kur mundosh me i balancu është e vështirë. E sidomos në vendin tonë, mund kujtohet për shembull në kohën kur unë jam bërë në re, nuk ka pas qerdhe private, ka pas vetëm qerdhe publike, kjo ka nënkuptu që ato janë mbyll në ora 3:30, eventualisht 4, përderisa orari jonë i punës ka qenë deri në ora 4, edhe ti nuk e pas mundësi mandej me shku me marrë fëmijën ma vonë. Edhe kjo detyrimisht ka detyru që me gjetë kujdestari për fëmijën në shtëpi. Pushimi lehonis ka qenë vetëm 3 muaj, plus papagesë. Ka ndryshu, do me thonë, shumë gjana, ka ndryshu legjislacioni, ligjet e punës. Natyrisht edhe tash kemi për shembull institucione edhe private të cilat ofrojnë qëndrim ditor, çka nuk ka pas, shkolla të cilat ofrojnë, për shembull prej këtij viti ka fillu edhe shkollat publike ofrojnë qëndrim ditore, krejt këto nuk kanë qenë të mundshme, nuk kanë qenë të mundshme para 20 viteve, 22 viteve, për periudhën për të cilën unë po flas. Po e mban mend profesorish atë momentin më të vështirë që këti kalu, se që edhe sot kur e kujton thu, masi ja kom dalë që atëherë, unë nuk ndalëm mo kur njëtë. I kam disa, kështu që nuk përdi cilën me përgjedh, po në këta aspektin profesional, mendoj që njëra prej aspekteve që mas shumë t'ju ka të ndu ka qenë koha e studimeve doktorale. Unë pa ta fitu si
si asistente e re në atë kohë një bursë të qeverisë austriake, e cila ajo është ofru Universitetit të Prishtinës për ngritje të kapaciteteve për studime në Universitetin e Vjenës. Jam shumë e lumtur që jam rangu diku e dyta në listën prej 20 pranumve, edhe mandej kom fillu studimet atje. Mirë po me vazhdu studimet në Universitetin e Vjenës ka qenë jashtëzakonisht e vështirë dhe sfiduse, sepse unë i kom pas, që thash, 2 fëmijë. Vajza jame ka qenë vetëm 1 vit e gjysmë, në mosh, kur unë i kom fillu studimet, edhe i kom përfundu kur ajo ka qenë 6 vjeqare. Edhe në atë kohë, do më thonë, unë jam në një farë forme, jam mundu të mbaj edhe pozitën në Universitetin e Prishtinës edhe të studioj atje edhe t'jem një grua përkushtume ndaj fëmijëve dhe burrit këto, edhe kjo më ka bo qashtu me qenë mes 3 betejave, sepse është dash shumë shpesh të udhtoj në relacionin Prishtinë-Vjenë, edhe ajo ka qenë për shembull krejtësisht ndryshe në atë kohë, ka qenë vetëm i fluturim përmes Austrian Airlines me një kosto të lartë financiare, përkundër që kom pas bursë, prap më ka kushtu shumë për shkak të udhëtimeve të shpeshta, sepse unë kam qenë në një farë forme detyruar të jem edhe atje për një kohë caktuar, mirë po në momentin që unë i kom pas 2 fëmijë, nuk kam mujt Milan gjatë ton kohës vetë, edhe kështu kom vazhdu për 5 vite me radhë, dhe vitin e fundit kur e kam shkru, kur më kam vendos me shkru dizertacionin atëherë, jam vendos në Vjenë për një vit, pa ndërprerje, kom qëndru atje. E këto krejt kanë reflektu në, qysh me thonë, edhe në raport me fëmijët edhe me familjen edhe me shoqërinë, sepse është e vështirë. Imagjinoni për një nane cila ka një fëmijë të vogël, ajo është të përcjell sikur një kuror në këto, për shembull, në qoftë se portretizohen engjëjt të cilët gjithmonë e kanë një dritë mbi kokë, edhe për mua ata gjithmonë kanë qenë një dritë mbi kokë që unë kam përcjell në çdo hap tjetësime, po gjithmonë e kam pas mendjen, do me thonë zemra ka qenë ndomë 2 pjesë. Një pjesë e cila është dashur mu fokusu dhe mu përqendru në atë anën profesionale, me dhonë kontributin me shfrytzu kohën maksimalisht në kohën kur kam qenë Vjenë, po edhe kjo pjesa tjetër emocionale që të ka pengu në kuptimin që ti gjithmonë ke qenë me një, që thojnë me veshën krah, me një sy ka Kosova, me paset qysh janë ata, qysh po janë shkollë, apo mund t'ja dalin pa mamin, e kështu. Kur janë këto momente shumë të vështira, shpesh herë i kemi ato fjale që na sillen po ndalem, se nuk po dia po ja vlen, e ke pas atë momentin që edhe të ke thonë, le po ndalem pilot gjitha dhe po rri me fëmijët, familjen. Po, natyresht që kom pas edhe momentet e tilla, mirë po në prej natyres jam kështu një karakter shumë i fortë, edhe gjithmonë e kom pa atë dritën fund tunelit, e kom synu qëllimin tam, e kom pas qëllimin që kom vënu vetës, përkundër edhe, qysh me thonë, presionit shoqëror që e ki, sepse ti gjithmonë je kritikume, si prej shoqëni, si prej familjes, në momentin që ti vendos me bo karierë, kanë me të qujtë karieriste, nane pa përkushtume, edhe mirë po gjithmonë edhe një mundu mi mbyll vesht edhe me pa qëllimin tem final. Edhe natyrisht që kjo ka rezultu me qenë shumë e suksesshme, sepse unë kam përfundu studimet me kohë, i kam përfundu si që është mas mire me arritjen më të naltë shkencore. Unë jam summa cum laude Universitetit të Vjenës. Në atë kohë, me thonë drejten, e kom marrë si shumë normale, si gjë normale, mirë po sot kur e shoh në retrospektiv, thom një nanë e re me 2 fëmijë,
dhe me arrit atë arritje në arsimin e saj është një arritje jashtëzakonisht e madhe. Mirë, po tash një moment shumë të mirë të jetës tënde, edhe më duket se po i shijon tash gjitha këto dhe ja ka vlerë gjithaj mundi që... Po, gjithsesi. Tash në fakt e sheh që investimi yt me të vërtet ja ka vlerë. Për vetë faktin që të dy fëmijët e mi janë shumë të përkushtuar në studimet e tyre. Djali më veç na ka tejkalu neve të dyve prindve. Djali më është tash hulumtues dhe asistent në Universitetin e Imperial College of London, që është një prej universiteteve më prestigjioze në Londër. Edhe besoj që kur e sheh fëmijën tanë që ka arrit aq shumë, nin vetëm mas mirin botë. Ju jeni gruaja një politikani, tashmë gjithë e dim këtë, po politika, gazetaria janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, edhe duke ditur që gazetarët janë kritikuesit më të mëdhenj të politikës, e ke kritikuar ndonjëherë në verë me thonë po, verë që të nuk jetë duke vepru mirë. Besa edhe vetë shpesh herë thot unë e kom pas vështirë se në publik e kom pas mediat e mandej kur më kthy në shtëpi e kom pas revizire në dy anët. Unë ka kritiku. Unë mendoj që kjo ka qenë shumë frytdhënëse edhe për të si politikan, sepse unë kom qenë ajo pjesa e popullit, ai zëri popullit që gjithmonë në mramje i kom tregu për gabimet që ka bo ai ose qeveria në cilën ai ka qenë pjesë. Do me thonë, unë kam qenë ai zëri opozitar në shtëpi, por njëkohësisht kam qenë edhe këshilltarja e tij kryesore, sa i përket aspektit të mediave, prezantimeve të tij e tjera, unë e kam këshilluar me shumë raste. Mendoj që ka pas fatën këtë pjesë. Se të këshilla pa pagesë. Besoj edhe unë era, se di qysh e shehaj, po... Po si një përballë përsërish jo me gjykimet publike, me komentet negative, ashtë ma pak duke di që shumica e prodhimeve të lajmeve kanë qenë prej studentëve juaj. Me thonë drejtën, unë si natyrë jam kështu ma eksplozive dhe i marrë gjërat shumë afër zemrës. Mirë po me kalimin e kohës jam mundu me trajnu vetën me i marrë senet me qetësi. E në veri ka qenë, me këtë rast ka qenë shumë ma, edhe si karakter është ma i qetë, edhe ajo më ka mësu që me i marrë shumë me qetësi, mashtruar, edhe kritikat, edhe nështë lajmet, dezinformatat që janë prodhu për ne, edhe me kalimin e kohës dyqysh ma ndej kalitesh në atë pozitë. Ndoshta ju e keni pas pak ma letë edhe me ja u shpjegu dhe fëmijëve, se shpesh këtu ndikojnë edhe në aspektet familjare. Po, definitivisht, sepse ajo natyrisht që i pengon edhe ata, shpesh herë ata nështë atë kanë qenë edhe të bullizum shkolla për shkak të pozitave tona publike. Edhe unë jo mundu që me i bo ata që me marrë sa ma shtru të situatën edhe lajmet që ka ndollë për ta ose për neve si qift ose për enverin ekskluzivisht. Kujtu ndo një lajmë që ndoshta të ka prek pak ma shumë, që ka qenë pak ma ironë. Po për bes ka shumë, kështu që për momente s'po më kujtojnë një kretë saksisht çfarë ka qenë, po ka pas të lajlajshme. Ka pas shumë lajme. Shumë ka pas. Mirë, profesori, që jemi në fund të kësaj interviste, edhe për fund, nëse është një pyetje shumë interesante, tash po e lexoj që është, nëse do shikoj jetën tënde si një libër, çfarë titulli do i vi atij libri? Sepse një jetë interesant. Shumë dinamike ke pas. Po, nuk është që kam nështë anaj titull të veçantë që i kisha vënu një librit, se natyrisht edhe për momentin s'po moj me formulu nështë një titull që kisha pas dëshirë m'ja vënu, po isha mundu që titullit të cilën
emërtoj librin tim me qenë reprezentues për jetën time, sepse unë njëm shumë krenare që se një vajzë e një shtrese mesatare të Prishtinës, kom arrit me depërtu edhe në universitetet ma prestigjioze në botë. Sepse kam ligjëru prej në Evropë, në Amerikë, deri edhe në Vietnam, ku kam qenë 2 herë me një konferencë shkencore. Edhe besoj që me shumë krenarie thëmë që ne si vendi vogël e kemi një rini e cila është shumë e menqën, e ditën, e cila ka shumë potencial edhe duhet me investu shumë në arsimimin e saj, në edukimin e saj. Mendoj që sot të rritë duhet ta shfrytëzojnë jashtëzakonisht shumë teknologjinë që të pasurohen me dije, sepse mendoj që vetëm dija mund t'ju bëjt pavarën. Një mesazh është zakonisht i mirë për gjithë rindin tonë, kështu që faleminderit shumë profesorish për gjitha këto mesazhe, këshilla dhe ato përvojat e tua personale që i ndave me ne dhe gjithë audiencën tonë. Faleminderit edhe ty, Era. Atë të ndëruar shikues, kemi arritur tek rubrika juaj e preferuar, hapat e suksesit, edhe këtë javë me një histori shumë frymëzuese. Ju ftoj të ndjesh një rubrikën e përgatitur nga gazetarja jon, Agnesa Smajli. Punimet e dorës janë gjithmonë unike, sidomos kur krijohen me përkushtim dhe pasion. Kështu punon edhe Nazife Ademi, e cila është vetëm 14 vjeçare, nga qyteti i Mitrovicës, e cila me duart e saj krijon çanta të veçanta me ruza. Pavarësisht moshës së re, tashmë arti ju ka bë pjesë e përditshmërisë së saj, e tani ajo është këtu me mua për me fol më shumë rreth rrugtimit edhe si ka filluar me bë këtë biznes me çanta. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, për mundësinë që më keni jep me tregu se çfarë pune bëj unë. Faleminderit shumë që ti ke pranuar dhe ke ardhur prej Mitrovicës për neve këto. Tash këto e kemi vendosur me Nazifen që kjo jemi të e bëj intervistën veç me marru një çantë, një mini bag, kështu që i thojnë tash. Po ti tregom tash për fillimet. Qysh vendose me hap një biznes, qysh vendose me marru çanta me ruza? Prej që më kanë e vogël, kum pas qef mirë me dizajn, kum marru ruza dhe atëherë. Një ditë të nejtë veç më ka kujtu, edhe masanej kum fillu, i kum lyp ruzat, në fillim njerë nuk kum gjetë, tu kërku, e kum pa një dyqan që qesin çanta me ruza, e i kum pyet faleminderit për asoj grus që ka punu ato, më ka tregu, pastaj kum fillu me i përësit ruzat për ato, e tash i bëj prej për aty. E që ti e tash 14 vjeçare, po i bjen që kur ke fillu e ke qenë ende më e re? Po, jom kanë 13 vjetë, 2023-ën, tash, po, prej 2023-ës, deri tash. Mos me harru që ke qenë edhe në shkollë, ende je, në klasën e 9, qysh i ke balancu, për shembull, tash edhe e ke pas këtë, ke qenë i lumtur që edhe me punu me ruza, me boçanta, po edhe ke pas stresin e shkollës, qysh ke arrit mi balancu? Gjithmonë, edhe pse kum pas shkollën, gjithmonë kum gjetë kohë me marru edhe çanta, edhe me shkollë normal jam shumë mirë, gjithmonë i kum bërë detyrat, i kum kryt, tani i kum fillu me marru çanta, edhe për ditëshmëri. Po, apo më tregon pak ku je inspiru, për shembull çantën e parë, masi e bone, ma ndiku këqëshë që me i bo edhe tjerat? Në fillim YouTube, ama tash ma shumë Pinteresti po ka ma shumë material. Po, edhe ma shumë zgjidhje. Me ngjyra kështu, i vendos vetë, apo e sheh pak që është në trend? Po, që shdo këtë ty, sa i vlerësojnë është ta njerës, po them, këto çanta me ruza? Mi kombinu ngjyrat, do me thonë të çdo çantë vjen çfarë ngjyre doni, varet prej konsumatorit që shdën, çfarë ruza shdën. Për shembull, një çantë u kanë me pela, unë kanë kërku me bo me ruza katrore, e kum bo, u dal tepër bukur, edhe u dal shumë e knasë. Kanë kërkesat ndryshme kështu. Po kur e nisi biznesin, patjetër që disa familjare dhe e presin mirë, disa e kanë pak stres se sa mundesh me mos me lënë ana shkollën, po prindet tu qysh e pritën, edhe sot kam përkra? Mami më ka përkra mas shumëti,
tani kur e pon që bëj mirë, janë nësën krejtun për kra, ama në fillim janë tu që pëlqej shkollën, pëlqej mësimet, ama jo, do me thonë krejt mirë, krejt në regull. Po. Do me thonë, kjo është një mini mesazh për vajzat që janë moshën tane, që nëse dojnë me nis, mundesh me nis edhe pa e lënë ana shkollën. Po, normal. Shkolla gjithmonë do të me mbizotru. Po. Sa të merr kohë me e bo një çantë? Varet nga mallësia, nëse pak më e madhe, më shumë, ama përafërsisht një ditë po, një çantë. Një ditë po, a ka ndryshu tash prej përvojës që e ke marrë për shembull në fillim me qenë më vështirë, a kishe stres për shembull tash nështë nuk do këtë kur me? Në fillim ka zgjat më shumë se tash, ama tash ja ku marrë dorën, këqyri gjatë kohës që i bëj nuk kam hiç stres, qyri filma, ngoj muzikë, do me thonë chill. Po tash me shitje, qysh po ecë procesi? E kom pa që i promovon goxha mirë edhe në rrjetet tua sociale, qysh ka shku kjo pjesë? Sa ka pas interesim për këto çanta? Verën e 2024 ka pas shumë interesim, shumë ku më shit çanta. Po, edhe për TikTok-ut unë ka ndihmu shumë TikTok-u për me reklamu për shembull. Po. Tash TikTok është rrjet social që ka mas shumë të njerëz që shërine edhe produktet po shiten ma shpejt. Po a ke menduar ndonjëherë me lanë? Për shkak se prap këtu në shkolla edhe prap ndoshta e ke pas ndaj pjesë që e stresu ma shumë, për shembull ke pas shumë teste, ke thonë jo s'kom kohë më mirë, a ke ndje ashtu ndonjëherë? Normal, në fillim ma shumë jem ndje se nashta nuk më kanë dalë mirë, kom thonë jo adin s'po funksionan, pe la krejt, ama tash jo normal, e kam e vazhdu deri sa ma s'ka punë heq. Pa tjetër që në shoqërinë tonë, çdo sen që e bën, që ndoshta edhe nuk ka asnjë të keqe, po prap ka paragjykime edhe prap mundet me pas ndonjë koment. A ke ratin këso komente? Kom ra, ama nuk është që i kom dëgju qatë shumë. Thjesht i kom neglizhu. Edhe qysh duhet. Po. Tash planet e tua për shembull qysh janë? Mendon me fund ndonjë produkt të ri, tash unë po e shoh një vëth çaty, që po m'duket që e ke marru me ruza. Me vazhdu, qka të mlidh me dizajnin, po me vazhdu. Do me thonë, kam edhe pytit, po nuk i ku marrë, do me thonë se di ku më gjitë dhe gjithë. Po do me thonë kim plane me vendosë edhe ndoshta edhe çanta jo me ruza, po me diçka tjetër. Po, janë do çanta me pej, marruan me grep, janë shumë të bukura, nëse veç m'dalin mirë, kom fillu me i marru, ama njëherë nuk më kanë dalë tepër mirë, për që ata nuk i ku marrë edhe sot. Tash ti e përfundove klasën e 9, edhe pak edhe u kry, tash cilat janë që po mendon me vazhdu në shkollë të mesme? Pasi e ki pasion dizajnin, po këtë pjesën tjetër. Une mendoj, po inspirona çdo ditë. Një ditë po kam qef me shku mjeksi, një ditë po thëm humor, dizajn po shkoj. Da me thonë ditën që kam regjistru, ku me ditë cëla i bjen. Krejt jemi kongë kështu, njëherë kemi mendu edhe në fund nga ka ndru mendja. Po të pëlqen edhe mjekësia, më duket? Po, edhe mjekësia është... Dhe përda një midis mjekësisë e dizajnit, tash qka vendos? Nuk e di, njëherë jam ma shumë ka dizajni, e kom thonë që jam ka mjekësia njërë, ama tash kom kalu prap të dizajni, jam inspiru ma shumë për dizajnë shumë. Këto çanta që i ke bo, mu më pëlqynë shumë krejt. Po ti për shembull, a kishe pas dëshirë që na njanën me adhuru na i kujt në ndonjë këngëtare të famshme që gjithmonë e ke pas ëndër, e tash sidomos që e ki produktet tua me adhuru si dhuratë? Po, unë tajnën e kom gu prej fillimit soj. Gjithë kom pas qef mi dërgu tajnës një çantë, prej që ja kom njësë me maru çanta. Cilin ja kështë dërgu me krasu pak edhe me stilin e saj, do shta shë intervistën edhe mundet me pa. Po, këtu nuk e kam qatë çantën që ja kështë dërgu, ama është krejt me special këka. Po, me kristale, shumë e bukur, e mendoj që nëse veç pranën tajna, mja që qatë çantë. Po besoj që pranën se dhuratat si refuzon kërkosh. A i kështë pas një mesazh për shembull për ato të reja që dojnë me fillu, për vajzat e reja që dojnë me fillu një biznes. Ndoshta jo me ruza, po me diçka tjetër, me piktura, po kanë atë hezitimin që nuk kanë me ushit, kanë me komentu dikush, e ti që e ke nis prej moshës 13 vjeçare, çfarë mesazhi u kishte aty? Nëse veç doni me vazhdu edhe keni besim vete, normal që keni me arrit çdo kënd, edhe nëse veç nuk është një biznes, nëse keni besim vete, besoj që keni me arrit që aty ku doni.
A ke pas në erë ndonjë fjalë që ka thonë dikush që jo, se si ke boti vetë, nuk t'ka besu do më thonë se ju ka ndok qash bukra? Jo, kështu jo, ama dhe kam besu që i kom marru vetë, ju kom tregu, e kam besu. Po për i familjarëve, atë ndihmon dikush? Nëse ki shumë porosi, me kënë e ndonë pjesën e punës? Mami verës ka luftu shumë e më ndihmu, ama nuk e kom lanë. Një ditë i kom pas 2 çanta mi marru për shpejt, që ato i kom thonë, hajde një më vëllat stash. Po, i ke lindin. Po, e shoh që pa tjetër që për krejt familjarët i ki mbështetje, po mamin pak ma shumë. Po, e keni lidhje ma të ofërt me të? Jo, lidhjen ma të ofërt e kam me babin, ama mami më ka suportu se edhe mami ka marru qështu, ruza, tirqi, me grep, me krapza, ka marru edhe ajo kur u kanë e reshëm. Tash edhe ajo më ka mbështet ma shumë se çdo kush prej fillimit. Ndërsa nëse nuk ishte ndihmu ajo, a kishe arrit direkt ai, kishe... Nuk besoj. Nëse veç nuk ish kanë mami më ndihmu, atë mos më lanë më rëzu, nuk besoj që isha kanë këtu sot. Shumë mirë. A ke pas edhe shoqe që të kanë thonë, apo më ndihmon edhe mu, po du edhe unë me fillu, ose dikuj që i ke ofru ti ndim tash mas i ke kriju përvoj? Jo, kështu nuk ka pas kërkush, adin në qef me marrë idenë tem, ama për shembull ja ka nis, janë do çantat bukura me rjeta, që një javër me jemja ka fillu mi marru, e po, i kum ndihmu edhe atë, po, paka shumë. Mirë. Tash me fol, ndoshta për pas 10 vjetë, edhe pse je tash në dilema mjekësina dizajnin, po ku e shë vetën mas 10 viteve? Ndoshta si dizajnere shumë e famshme, ndoshta... Si dizajnere, nashta jo shumë e famshme, ama dizajnere e shë vetën. Po, ku me ditë, tash nuk i dihet. Ama si dizajnere e shë vetën, të ardhmen. Sa mendon që e vlerësojnë artin në Kosovë? Për shumë, mja nisë nështë prej çantave tua. E vlerësojnë, nuk është që se vlerësojnë, dyqysh kom pas shumë komente, shumë bukur, suksese, kësi senesh, ama nuk është që se vlerësojnë, mu ka do këtë krejt okej. Po, tash mi komentu pak çantat, nej këshill shembull se ku mundën me i vendos, çfarë eventi, masi vish ka raty me merr me klienta. Për shembull, kjo çanta e zezë, kjo janë ma shumë për diqëmëri, ama edhe në për evente, pse jo. Këto çantat me kristale, me zemër, në përdasma, kana gjegje, tash mbrëmja e maturës, mini matura, këto shkojnë tepër bukur me fustana për shembull. E këto mini bags janë për kana gjegje, ose për bride to be, ose për një event, vinë me çokolada, edhe për shembull gjithë cëllit musafir, pse jo mos me la një çantë. Po, që nga kjo shumë ide e mirë, nuk pas në ndëgju që edhe mja u bo dhurat edhe mi përdojt për çokoladë. Ta shtetë e marru një mini bag. Po, gati. Tha që për këto sot mërkohon, nuk merr shumë kohë. Për afërsisht gjysore 40 minuta. Varet tash. Kurse për ato 12 orë. Po, çashtu diçka. Të ndita për shembull. Po ti nashta cila prej tyre të pëlqen pak më shumë, që e ki më afër zemrës, ose e ki një që e ke bo për herë të parë dhe e mban nuk i qafas me shitas? Po, është ajo me kristale që e përmena më herët, dhe kjo e zeza është tepër e mirë për diqëmëri, edhe kur të kam ndaj një në shpit që veç është të nejtë, që nuk e ka marrë kërkësh, nuk e ka përësit, e marrë në gjazet kur dajnë, ikon me shohë, që kur shkojnë ikon. Po. Tash për fund, po kam dëshirë që pa tjetër me nga të regu edhe ku mund dikush me i gjetë çantat e tua në rrjetet sociale? Po, në Instagram edhe në TikTok, të Xifas Handmade, mundi me i gjetë, gjithmonë si të shë mesazhin ja u kthej. Po. Okej, krejt kush ka dëshirë me i bletë çantat e Nazifës, mundeni me shku në Instagram edhe TikTok ku tha edhe kjo. E mu po vjen shumë mirë që ka që e re e ke këtë pasion edhe këtë motiv për me i marru këto çanta, po shpresoj që komentes shumë mirë. Faleminderit që ishe pjesë e zgjahu. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni në rubrikën Rrëfim jete, ku këtë javë kemi sjellë një histori jashtëzakonisht frymëzuese, sidomos për ata të rinj që të ardhmen kanë qef dhe dëshirë të jenë biznesmen. Sigurisht që
Nuk është e lehtë, po për të na ndihmuar me këshilla dhe përvoja personale, kemi kënaqësinë të kemi në studio Besnik Imerin. Besnik, faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Besnik, po nisim prej periudhës të fëmijërisë. Si e kujton atë kohë? Po më besoj që çdo person, se çdo individ, fëmijëria është pjesa më e bukur e jetës, sepse njeri ka lënë me një moshë dhe të kujtohen ato pjesë të fëmijërisë. Është shumë ma ndryshë se sa sot ka qenë një fëmijëri pak ma që se cilë ka shiju atë moment. Kur i kom dëgju më herët të thonë që ku me di qa kësha ja veç më këthyë në fëmijëri, thësha qysh se kur i na konë të vogël, kina thonë e qysh më rritë. Njëherë. Tash kur i na rritë pe obligime, pe prezisionin nga rkesa, thashtu i na qysh më konë, edhe kur t'i shomi disa fëmijë duke lozur në një kopsht ose dikon në një park, thuajna o zotë sa mira, dhe ne morëm lakmi se s'kan kushfar nga rkesa, kushfar presioni edhe A më që kemi qena me fatë që kemi përjetu fëmirin atëherë, që është shumë më ndryshë se kjo sot, duke pasa prezent është teknologjia, rrjetet sociale. Fëmiria sot është më e mirë, sepse sot i kanë gjitha kushtet. Edhe jena me një kohë dhe një periudhë këtë tjetër. Atëherë kena pas tanet e kufizume si fëmi, me ta bleni diçka ose për një bajram ose për një vitritu ka dok shumë interesant, mo thash. Po ç'është është dallimi që sot nuk ju duket asgjë interesant, sepse vetëm këto pjesë. Nuk ju duket, po për neve që kena pasur atëherë të kishim pasur, besoj që kishim ditë mi shiu shumë më mirë se sa. Mirë, po pastaj. Po jena shekullin e 21 dhe çamë bë, thash do të më ecë me kohën. Mirë, historia jote Besnik është mjaft frymëzuese dhe qëllimi i emisionit është motivues që sjellim gjithmonë personazhe të tilla që japin mesazhe motivuese dhe aq më pak ata persona që kanë arrit diçka në jetën e tyre. Ju keni edhe një kompani, po shqyrtojmë kështu historinë, pra që nga fëmijëria, pastaj si lindi ideja për me hap kompaninë e juaj. Unë qysh kam qenë, kur kam qenë fëmijë i vogël, gjithmonë kam ndru për me kriju diçka dhe me bë diçka. Qysh moshën 12 vjeçare, po e mbushër 13, e kom bo parën teme dhe kom punu vetë, pavarësisht që kom pas kushtet në shpepi prindit. Edhe kom ndru me bë diçka, po faleminderit Zotit edhe miqve që e kom kriju një kompani që është Metal Bava dhe po gjithmonë synimet edhe ëndrat i kom pas shumë mëdha për me arrit. Edhe i bëja apel çdo triut, nëse ka një rrugtim edhe ka një qëllim për me arrit me një pikë, gjatë që ti rrugtimit mundet me pas shumë përfitime më të mira ose që jam mendja që nuk mundet me shku në qatë pike, du të më dorëzu me hi me një lakes tjetër, mos t'i qëllime se të cilës se me vanon, po prap se prap tjetë. I mban men ato fillimet kur ke hatë... Po qysh si mbojnë men. Se tash duket e letë dhe njerëzit shpeshherë e vlerësojnë vetëm momentin aktual dhe ua kanë lakmin. Juve ndoshta të shumë personave si jo, po nuk i shohin këto sfidat, sakrificat që... Ajo është vërtet se ta kanë lakmi, po nuk e din se qysh ke arë dhe sa ke hik, sa ke sakrifiku për me arë deri qëto. Nuk është e lehtë as pak, po mbi gjitha vullneti dhe dëshira e punës, angazhimi i arrin të gjitha. Edhe është shumë filozofi në veti për me shpjegu edhe nuk është me gjithë fjallë për me shpjegu atë pjesë edhe atë emocione se qysh ke arrit, qysh ke ardhë, qysh ke punu. Do me thonë është vetëm shpirti jam e din se qysh... Hajtë po e tregojmë pak Besnik prej fillimeve tua, kër e ke hapë. Cilat janë konë ato frikat e tua, apo ja dalë, apo ja dalë? Në 2003 kom kryu shkollën profesionale në Shtefan Gjeqani në Dardani. Edhe në vitin 2000 i kam pabru Papenburgu Gjerman, ka qenë organizat mas lufte, i cila ka bu ndihma donacione profileve të ndryshme të shkollës, profesionale. Një ndërto kena pas fatin të në silën edhe në shkollën tonë në Prishtinë, në Dardani. Në atë kohë ka qenë drejtari ndjeri Shaban Kastrati. Edhe me ato maqina kena fillu, i ndalë disa kuadra për asoj shkollë. Kena morë shkollë, kena morë mësim, kena bo praktik. Edhe mbi gjitha kër e kena kry shkollën, kena vazhdu në profile se cilë në lamin e vetë. Unë kër e kom kry shkollën në 2003, kom punu 5 vete një dojimit, një jetin profesion, deri sa e kom përforcu pjesën praktike. Sepse në disa lami dhe shumë lami është njëta që teori dhe praktik janë dy gjërat ndryshme, se më është me mësu në teori, po realisht në praktik nuk është që bëhet në 100% se është e njëta.
Edhe e kom vendosur me qelë në 2008-ën, e kom qelë, ja kom nis me pjesë të vogla, gradualisht, tu punu ka 14 orë, 15 orë, 16 orë në ditjet. Step by step, pa unol korë, edhe ja sot kemi arrit. Sa punëtori ke pas fillimisht edhe sa i ke tani? Në fillim e kom pas veç besnikun. Apo? Po. Tani gradualisht 1, 2, 3, 4 edhe duke zgjeruar me Po, punë, sot duke sa zgjeruar jeni? stafin. Sot jena në 25. Mirë, shumë mirë, po e mban mend besnikat momentin më të vështirë gjatë zhvillimit. Momenti jam i vështirë ka qenë kur unë kom ha biznesin. Sepse nuk është e lehtë me hapën e biznes, se mbi të gjitha unë dështimin se du. Gjitha tjera ti përjetoj, po kur du me bo një punë diçka me dështuar jam i keq në atë pjesë sepse nuk matna mirë, analizoj sanet shumë mirë, edhe po për mua e ka qenë momenti më i vështirë, sepse s'kom flajt me javët e tëra, e qela, qysh kom ja ba, kom ja dal, as kom ja dal, konkurenca shumë e madhe, njerëz në shumë treg më herët se unë, edhe kisha shumë vështirë, isha i vetëm, ish për shumë problem. Sepse hina me një deti që... A ke pas prej dikujt që të kanë ndihmuar që ato fillimet e tua? Në fillimet e mia më kanë ndihmuar vetëm me lekëm potencuar në emision tjetër, më kanë ndihmuar burri motrës, Ragipi, i cili jeton motra në Gjermani. Ata janë shtylla kryesore që mi kanë huazu mjetet për me hap një biznes që sot e gëzojmë si familje. Po, si që tërgua ma herët, është shumë presion, është shumë ngarkesë, mbi gjitha të e ki ngarkesën, a ku mi adal, as ku mi adal, e ki ngarkesën, a ku me pas punë, as ku me pas punë, e ki ngarkesën që shme kriju, që shme ja kry, ngarkesa tjetër që shme dal në fjallë, i ke thonë për 10 dit, mos mi ja që u derzoni keq shumë shpejtë dhe nuk ja vlen me shkune për atë rrugë, po fatmirësisht... Për tash duke që jeni në një moment të mirë. Jena në një moment që nuk e kom imagjinu as vetë që më i marrë sot ku jam. Apo e cila është këshilla kryesore që... Këshilla kryesore për se cilin është mos letë dorëzohen në qëllimet e veta dhe ambicjet e veta që kanë. Mos t'i nrojnë mrena natën, e është shumë rini. Para një mujve ka një qëllim për një biznes tjetër, mas një muj ditë jo valla një tjetër. Mos të këshyrë kërkush kërkonën se qysh ka hecë dhe qysh e ka bo. Letë nisën parimet e veta, po të pilqenë që kjo mos e bë për hatër, as të prindit, as të laut, as të mut, as të kërkujna. Mbi gjitha, le të bënë që ato që e dënë zemra. Që atë punë që e dënë zemra, mundet me vanu, po nuk ka qare pak për sukses. Sa vite ka vanu tek ty për me pas sukses kompania? Sepse ashtë më pak në biznes, gjithë kom, po në biznes duhet me pas shumë konsistencë për me pas sukses dhe rezultate. Mjetet që cilat i kom hazu për me hau kompanin teme, mas 3 muj dite, thuj se në këty gjitha. Apo? A është fat, apo ka qenë të një qelës tjetër i këti suksesi? Unë muj me që fat, po mbi gjitha muj me që fat edhe kur t'i kra punës. Sepse na mujna me najtë sot në rejzë e dilet dhe me thonë, Zoti pas ka shfu që shtë dhe të presëm që apë në gjumë pinaltet. Jo, do të angazhem punë, sakrificë për me arriti qka. Po do të me pasi natin punë. Nëse s'ki natin, qdo lamin, qdo punë, si pjesën gazetarike, si pjesën e metalit, si pjesën e gjithë shkafit. Jo me pasi natin pse ti ki, ose pse ti ke po do të me pasi natin qka ka mëne, që s'kan që ki ti ma shumë se në për me bo. Se për që ke bo ti kur një do të me ta jop dorën, ose tjetri, nuk për me pas gjelozi pse dikush ka rrit. Do të me pas gjelozin vetë vetën tane, pse ti nuk pelodh trunin tanë, edhe mi përdor atë menqurin tonë dhe atë energjin tonë për me arriti qka. E qëto ka njerë nga të runë shumë sene se s'ku mujtë me arriti tonë, thash me ja pasi nati dikujna, jo mërë s'kam nevoj me ja pasi nati. Po, edhe në Kosovë është pak e teksu me kjo pjesa që kur shofim suksesin e dikujt, gjithmonë njerëzit tonë po ka pas fat, edhe ose ja ka dasht, ose diçka. Për atë arsye po pësë sa përqindje ka qenë fat, edhe sa përqindje tjetër ka qenë pjesë vazhdueshme e 50% fat, 50% punë. Unë mendoj që këto janë barabarta dhe do të me kalu kjo pjesa të na, kjo mentaliteti me urrejt, ose me pas gjelozi, ose me pse kjo ka bone si kom bo. Jo, mërë du me pas i natë i vitit. Qëfar aspekti me pas i natë i vitit? Pse në s'pona ish, në është jem. Jo, dhe në kësha mujt me fjet, edhe në kësha mujt me dal, më shetit, me punu veç 4 orë në ditjet. Hajtë se badash me qike, po si më pajtu kur, edhe nuk do të më pajtu kur, do të me punu njëri se kur nuk vdes as njëherë. Po dhe gjithë mund do të me llogarit që nesër të nxënë tika. Kështu që janë dy sana që lidhen njëna me tjetrën edhe
me punu ndershëm, me kriju një rreth, me kriju një tro kredibilitet të populli, pavarësisht. Unë kom arrit që 3 vjet me shel firmën, e kam edhe në Gjermani të njëjtin profesion. Kam punëtor edhe atje, duke falendëruar Zotin edhe meqt, bashkëpunëtor, dashamir, rrethën se kratë e njerit janë shoqënia. E vërtet. Nëse ki shoqëninë e pastërt edhe ki të mirëthellët edhe të jep krajin për me ndihmu në hapat e parë, po nuk bën tash tim keni mu në pjesën e parë të karrierës teme. Unë tash e kom kalu lumen edhe mo ty nuk nja, po kupton është edhe kjo është pjesë e rrezikshme se Edhe këto disha me dalë se a ka ndryshu ndonjë pjesë ky sukses që e ke sot, sepse shpesh herë arritit të mëdhaja njerëzve dinë me u ndryshu rrugën. A ka ndiku kjo tek ty apo vazhdo me qenë prapë i njëjti si unë jam prapë i njëjti disa sepse viteve? mu parja nuk më ndryshon, këtë kim ka pak për me jetu. Puna nuk më ndryshon, kredibiliteti nuk më ndryshon, fama së më ndryshon, kur që së ndryshon. Momentin që njeriu e ndryshon vetveten për një lloj që ka arrit diçka dhe mendon që ka diçka është shumë gabim. Mirë. Së është një fjallë popullore me të romë sysh, dikush të kalena me e bo me romë sysh vetit, ku një lasë në gjonë. Mirë, besik më ndalmi pak tek jeta personale, me qenë se programin e kemi motivuese dhe gjithmonë ndajmë përvoja të ndryshme me publikon. Cëllë është momenti më i ushqit që e ka kalu në jetën personale Besniko? Nuk vetëm në pjesën e biznesit, sepse momentet vështira kalojmë gjithë, i kemi ato momentet e rënda, dikush nuk i ka forcën me i te i kalu, dikush ndalet, tash varet prej karakterëve të njerëzve. Po ti e ke pas këtë momentin e vështirë një jetë? Në momentin më të vështirë në jetën teme e kom pas 96-ën, e kom pas një motër ka qenë 2 vjetë mas meje, i ka pas 8 vjetë, unë i kom pas 10 e diçka, edhe në mëngjes të shumë shkollë, pat në 3 orë e ka pa rrugë makina me pasqyrë edhe ka në rasti që ka pa mytë për asfalti, dhe mona është rast që në vdes dhe se harraj, është rast preks, që çdo herë kur të shoh dikon rrugë që vozit keq ose diçka mund del para sysh edhe me një fjalë mos e përjetoft kërkosh. Po më vjen shumë keq për këtë humbje Besnik, po si ka qenë pastaj jeta jote, si ke vazhdu, si ke marrë? Është dashur me vazhdu se jeta vazhdon edhe me rikuperuat pjesë, po dhimbja nuk vdes asnjëherë. Sepse unë kam 3 motra, edhe jam vetëm një djalë, edhe e ka qenë më e vogla. Edhe gjithmonë fëmijët janë më të vogël, gjithmonë janë më dashtën edhe jena me lësira e shtëpisë është më i vogël, po kupton. Po jeta do të më vazhdu, ka momente të shumta, po mbi gjithashtu ajo që unë kam. Sepse njerëzve nganjëherë humbje të mëdha në jetë u ndikojnë shumë saqë nuk mundën më me marr veten e tyre. Prandaj edhe shumë që familje kena pas këtë problem, po mbi gjitha nona e ka pas pak ma ai diskutohet të gjithë në mami, babi, po nona se nonë që është e ka përjetu ma shumë edhe sot a ditë i monë edhe disa tesha, disa sene të sajna që i ka halon kujtim. Po ty cilit është kujtimi më i freskët që të ka mbetë me to që e kujtojnë gjithmonë? Me to kom pas shumë kujtime sepse këto 2 motrat që janë më të mëdha, janë pak më të vështira. Okay. Kjo e treta që konë mocanike si me mu, që është në Gjermani, me këto kena pas pak një farmoshe si të njëjtë edhe në vllaznis kom pas gjithmonë kom lujt me këto 2 të vogla. E mbi të gjitha kur një jetë se harrej 2 net para se me ndodhë rasti, para lufta të Ronald Kerryma si fëmi edhe të lujt në dhomë shtu. Kena lujt qatë deri vonë, deri së nga kapi s'kitë mome, tha e keni njetë me fjeta, ju s'keni me mujtë me shku një stran shkollë. Do mona tha të kesh se harrej kur njetë. I lëshej zoti bukuri, i lëshej zoti jeshi, veç të knashke, qatë që bëj këtë knashke. Nesrit, ndodhe fatlicë. Ka ndodhë raste. Mirë, për relaksojmë pak bisedën Besnik, sepse këto janë momente të rënda, diçka do të tregu me sinqeritet, sepse nuk muj me... Këto janë momente më të vështira në jetë dhe unë i admiroj njerëzit që marrin forcën edhe vullnetin për me vazhdu përpara në jetë, sepse siç e ka dhe më herët shumë shpesh i penalizojnë këto raste edhe dikush nuk mundet më gjithë jetës me marrë veten e tyre. Po cili është mesazhi yt që u kishte dhënë njerëzve që kalojnë në dhimbje po të njëjta? Jeta i ka të baticat e zbaticat e veta. Por që ata është mirë që të ujnë o i gëzu më së gëzoj, dhu më së me mujtë njërë me mojtë një farë pras peshin, ato baticat e zbaticat me pas. Kur na vjen diçka e mirë gëzomi, po mbi gjitha kur na vjen diçka e është e krijuar, e ka shkruar me Zot edhe gjithçka që do të vjen do me mirë prit.
si dhimbjen, si vdekjen, si gëzimin, si pasurinë, si skamën, si të gjitha. Kuptohet. Është mirë njëri më konë realisht edhe me mujtë me morë forcën, me ju përballu të gjitha, pavarësisht se çka vjen mbi Zotit. Cili është motivi kryesor që të bën me qenë gjithmonë i fortë dhe me qëndru gjithmonë i njëjtë? Motivi kryesor është që rrethi jem, familja ime, gjithë me një fjalë akraballaku që shtojnë, jem shembull të ta sepse gjithmonë kur kom bo mas voglen, kur s'kom pas kurrë që i munu me bë diçka, kom pas qef, gjithmonë ketë akravallak me bë të lumtur. Ketë mesht, ketë ashamir, ketë vllaznin me llakun. ndat mirën me gjithë. Po me ketë, domethënë nuk jam tep që nuk du me bëj për veti. Mu s'm kënaq nëse unë e kam gjitha edhe dikush ofër me si ka. Du më kon kur ata isha të lumtur, jam edhe vetë i lumtur. Edhe jam kalip me një fjalë që me punu, sepse ja kam nisë shumë i ri me punu, edhe du veç punën, du angazhem, du punë, du presion punë, du me kriju, me pas disa familje, me ushqypi që atujt, po mbi të gjitha me llogaritë kur më kanë e tyne. Sepse në sot për sot hiç me punu mos kam nevojë, po kam qef pasardhësit, punëtorët, gjithë çka janë ofër meje, më kanë të kënaqur edhe me ta pajrën. Humanizmi është diçka që gjithmonë ka qenë prezent tek shqiptarët. Unë gjithmonë them që thjeshtësia është ajo që e lartëson njeriu që pa marrë parasysh sukseseve që i arrin në jetë, është gjithmonë mirë me qenë i thjesht, njerëzor dhe me qëndruar edhe afër tjerëve atyre që kanë nevojë. Po cili është momenti më i lumtur besnik që e ke pas në jetë, që e ki një emocion të veçantë për Emocioni moment? më i veçantë i jetë për mu ka qenë edhe është kur unë i kom bë parët e mia të parat edhe kum kontribu për xhami. Ai është moment që edhe sot kontribuaj, kudo që është. Domethënë qysh kur e kom nis firmën, kom thonë gjithmonë e kom ndru varrezat e fshatit mirë të ku, si do bëj parët e kom kry. Gjithmonë kom ndru qysh më jemi të bu do parë, po nëse më lëm veten kesh ku të ka nevojë një xhami, diçka me shku një kilinder, një banjo, një pastrem, një tepi, një diçka. Edhe janë shumë sene që nuk duhet mi përmend sepse tash për tash jena me një koqi që ka dhe që të folë, po meret reklam, po meret që po donë me marë famën që ata, po meret shumë aspekti. Jo, kur ti donë me bërë diçka për zatë Zotit me ndihmu, besoj që dora e majtë nuk do të me po dorën e djathtë. Po. Edhe bën mirë se gjanë mirë. Arsyeja kryesore e këtij emisioni dhe kësaj interviste është pikërisht këto që të tregojmë vlera, edhe të tregojmë të tjerëve që nuk është gjithçka ndonjëherë siç duket, po që duhet me bo mirë një jetë, pa marrë parasysh këtyre sukseseve që po i përmendim. Besnik e ke përmendur edhe një rast dhe duhet me patjetër me e kthy mbrapa pak momentin kur prindët tu i ke grumbullu gjitha të hollat për me i dërgu në qabe. Na i tregot histori. Po pas kanë dëgju. Po e kom të gjundi, po është një publik i tonë që jo, po kur e kom pësisht e kishme qenë qelë histori firmën imi. edhe gjithmonë sepse babgjyshë dhe gjyshja Rametlia të ndjerë prindi dhe miqja kanë punu në Zvicër dhe i kanë dërgu para lufte. Do më thonë mas lufte rrështë në falë në qabe. Edhe kom thonë kur ma më rinë numëri mu mi bodo pare dhe mi shuën e printe mi. Edhe aje ka qenë, kom thonë kur e kom kry qitë procedurë, qitë pjesë të aqit, kom thonë që tash edhe me tek, unë mos nuk është problem për mu se kom arrit mi bo printe mi të lumëtër. Po e ki atë momentin besnik që mendojnë për vetën se gjatë krejt intervistës e pam që mendojnë vetëm për familjarët, për prind, për rrethin që shme i bo me undi mirë. Po për vetën tonë? S'mendoj për vetën teme, që kam qef veç për tjertë. Mu për vetën tem mendojnë e lëmizat. Po ndoshta Vlena ju thonja që fillimisht duhet me pas vetën parësor, me dash vetën, po në erë pastaj thujnë me dash vazhdon. vetën, tani me dash dikon tjetër, po ti s'mënesh me dash dikon tjetër për pa dash vetën. Kuptoj. Nuk mënesh më bo bamirës për dikon, pa kon bamirës për vetë vetën. Nuk mënesh më kon dashamirë si dikujna, pa kon dashamirë si vetë vetës. Unë besoj që kjo në një hezim me kuptoj njerës ata që dojnë me kuptu. Ai që s'dojnë me kuptu, normal se kupton kur edhe me spjegu. Po ti nuk mënesh me ja për pa marrë. Ti ke marrë që jep. Është reciproke. Në mënyrë reciproke. Mirë, po ndojmë pak edhe tek aktualiteti besnik se po shohim që është shritu energjia elektrike dhe po ka shumë ankesa, sidomos tek bizneset aktualisht. Ka ndiku kjo në firmën tuaj? Kjo ndikon jo vetëm në firmën time, po ndikon në gjitha aspektet e vendit, në gjitha prodhimet ose perspektivën se ne ka ky vend, realisht na kur është bë ky vendim që e kanë marrë, na e kena bën një kërkesë për mos shtrajtimin e rrymës sepse na ndikon. Kem
shpenzimet mëdha, po njëkohësisht edhe kjo më na vështu neve vetëm se po na shtohet një barë më shumë. Se shtrajtojë rryma, shtrajtojë ajo, shtrajtojë kjo, ma nuk ky popull veç me myt. Sepse në produkt me ta kryen në ty tash në produkt me ta kryen në ty një shërbim diçka nëse ta kum kryer me 50 euro, tash do të me kalkulu dhe me bë normative në rrymë, sa po më ngritet rryma, po më ngritet edhe për 3 euro do m'ja bë 53 euro. Tash llogaritet e sa klienti është m'ja ka 3 euro m'ja marr. E shumë më shumë se anë tjera, po shpresoj që nuk e bojnë një gjatë tillë dhe marrin parasysh gjitha ankesat dhe parashtresat që ata i kemi bë. Inshallah të Zoti kthejnë pikën që ka qenë sepse është problem për vendin edhe mundet deri te ajo më orë me keqa që do të më hiq prodhimin për këtu me shumë në vend tjetër sepse nuk i kushte, nuk i kapacitet. Përkraje, nuk i domethënë gjithçka vetëm të dëmtu nuk. Mirë. Besoj kemi në fund të kësaj interviste edhe një mesazh, një këshill motivuese për gjithë publikun tonë. Kjo është më e vështira. Ma pas kellom pyetjen më të vështirë në fund, po du me përmbledh vetëm pikat shkurta, mos u ndalni pej qëllimeve që i keni, edhe mbi të gjitha dujeni veten për mi dashur të tjerët. Tash du mund të lidh me çato më herët, po mos u bëni nga ata tipat që nuk dhimet me dal me një shok ose me një shoqë që më mbledh dikur me shku mi harxhu 2000 euro, po dhimet diçka me bëni humanizëm, ose me një mund një fukaraj, ose një smut ose një diçka, sepse bëni mirë, gjani mirë. Bëni keq, gjani keq. Që thonë të nga popullë, çka të mbjell e korë, her do po kur tash do. po menojnë me miell, mistere me korë grum, po jo vallaj. Po tash edhe me miell, po do të me ujite, me sene, po nuk është veç me miell, po inshallah Zoti i mund secillit. Mirë. Besoj faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë për gjitha këto përvoja personale që i ndave për audiencën tonë, për këshilla dhe këto mesazhe kaq motivuese. Faleminderit edhe për juve për kësaj për emisionin, ju dëshiroj suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë arritëm në fund të këtij emisioni, sigurisht për fund duhet të falenderojmë ata që gjithmonë janë me ne partnerët tanë Ujin Miros, Poliklinikën Shoshi si dhe Spitalin Ana Derm. Natën e mirë, mirë beqë, shihemi të shtunën tjetër.